Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim mund të hap dritaren për një zonjë. Ai quhet Diana Hoxha, është një 47 vjeçare nga Fieri, nëna e 3 fëmijëve, e cila vetëm përpara pak ditëve u akuzua këtu në live me Odetën nga ish bashorti i saj, 55 vjeçari Florian Zenunaj, i cili tregoi jetën e tij, martesën, tradhtin, divorcin dhe mbi të gjitha se si nëna e fëmijëve kishte manipuluar fëmijët dhe ata janë ndarë nga babai dhe ky baba kishte 10 vite që s'kishte kontakte, por ishnusja i kishte marrë gjithë pasurinë. Unë sot do hap dritaren dhe do ftoj zonjën Diana pasi ajo do të reagojë dhe të japi përgjigje ish partnerit, por fillimisht dua të prezantoj një klip për gjithë ata që nuk kanë mundur dot të ndjekin atë ditë live-in kur Florian Zenunaj ka qenë me mua. Kam një 10 vjet i ndarë. Pastaj unë jam arrestuar në Zvicër. Se pa dokumenta edhe në CES i lekar që i thonë. A, qëndrove shumë në burg? Edhe ish gruaja më ka shqitur shpinë edhe makinën. Do me thënë, në shtëpi me makinë arrin shifra deri 70.000 euro. Në kohën që kam qenë në burg në Zvicër, ish gruaja, do me thënë, pa pradhua, prasin shumë. Mua më ka thënë djali im. Kuptova. Kur ish djali im i kishte zbuluar tradhtin për herë të parë, vetë ish gruaja i kishte thënë, keqen mami mos i thoj papi që do më lërë. Edhe djali i kishte vënë kushtoj i torë nga lidhja. Më kupton? E qartë. Edhe kjo djali ti kishte premtuar po do i torë, pastaj vazhdonte. Djali kur e zbuloi prap aty s'kishte çfarë bënte, u shpreh. I thash, qa mora vesh? Do të pyes vetëm një herë, nuk pyes 2 herë, 3 herë, 5 herë. Mendoj, nuk dua përgjigje direkte, mendoj. Më kupton? Po. Ajo më tha, nuk di që, do me thënë që nuk është e vërtet, po mua djali mi çoi me prova. Kur themi djali të çoj prova çfarë? Të çoj foto dhe video të nënës? Foto, video, biseda, gjithçka. I kishte marrë nga celulari i nënës? I kishte marrë nga Facebook, se kishte në Facebook familjar të dy parë, me një pasport, me një... Po flasë për vitet 2012, sa hyri interneti në Shqipëri. Ajo më vinte 6 muajt e fundit në burg në Zvicër, në takim. Po. Më kërkonte falja, ma falë ma be, e pranon të ngjatim. Do më thënë, nëna e fëmijëve e pranoi tradhtin. Po. Edhe unë nuk e përtypja dot, i thash nuk mundet. Pastaj në momentin e fundit ajo tha më lumë, të fundit qepin tim bera. Po kupton? E qartë. Në kohën që më thot qepin tim bera, i them nuk kemi me që të diskutojmë, ti shikoj jetën të ndë unë timen, për detar, unë jam rritu në Evropë, kam ikti 20 vjetë, sot jam 55 vjetë. Do me thënë, jam me atë mentalitetin. Okej, ka poj, se cili jetën e vetë, fëmijët, si bërë një shmet e jema, nuk mund t'i bëj një temë tjetër. Do me thënë, nuk regova shumë civil. Dhe ke bërë shumë mirë, por edhe ajo s'ti ka penguar fëmijët, besoj, ke pasu kontakte... Jo, mi ka penguar Odeta, se kam 10 vjetë pa i takuar fëmijët. Ti e një baba që ke 10 vite pa parë fëmijët? Fare, ja për preve kur. Ajo nuk e akceptonte. E qartë. Nuk të ndë të ndare. Për kundra si u betua keq, unë ty do të shkatrojnë ka mu. Por nëse do kishe ish gruan për balë, qëfar do i thoshe asaj? Do të... Prandaj kërkova takimi dhe mund pashkosh, nuk e ti. Që do ashtu, si ti ishte me mira për ne. Pra, ti e i gatshëm dhe të ribashkojni pas 10 viteve divorc. Tani... Pse jo? E dëgjuam Florian Zenunaj, denoncimi që ai i bëri përpara disa ditëve këtu në live me Odetën, kështu që unë do hap dritaren dhe do ftoj menjëherë ish bashorten e tij, zonjën Diana Hoxha. Diana, përshëndetje. Përshëndetje. Më fal që të shqetësoj. Po, më thuaj. Në fakt, vetëm përpara një dite, ish bashorti juaj Florian Zenunaj më ka telefonuar. Po? Dhe më ka treguar në fakt gjithë jetën e tij, martesën dhe divorcin tuaj. Po? Dhe sot që pas 10 viteve jeni divorcuar,
po përballeni me problemet për sa i përket ndarjes së pasurisë. Po? E dashur Diana, përpara se të tregoj pikërisht bisedën me Florianin, unë dua të them mesazhin që ai më dha për t'ua dhënë juve. Okej, po, më thuaj, për respektin tuaj shiko tani. Probleme me ndarjen e pasurisë së pare punës nuk kemi. Nuk e di çfarë ka thënë ai. Gjithsesi mua nuk më intereson se jam lodhur kam kaq vite. Ai ka treguar versionin e tij. Unë nuk, ai e di shumë mirë që unë nuk përgjigjem shumë, se kam më shumë dhe s'kam marrë asgjë. Kështu që ku njeriu lodhet, nuk jetë më, nuk pranon më asgjë. Gjithsesi, po e marr mesazhin tuaj dhe unë nuk pranoj asnjë gjë. E dashur Diana, ai më dha një mesazh për t'ua përcjellë juve, edhe pse më tha ne jetojmë shumë afër me njëri tjetrin, por s'kemi kontakte. Ai është i gatshëm që të hapi derën dhe të rikthehet sërish me ju. Për hir të gjithçkaje që ka ndodhur, unë jam i gatshëm tha që të rikthehem me Dianën. Po të them vetëm 2 gjëra, 2 pika, nuk e di çka ka thënë ai, se jam lodhur deri këtu. Jam shar, jam ofenduar, jam përbuzur. Njeriu kthehet te tjetri, kur e do, nuk e braktis. Po kur kthehet pas kaq kohësh, kthehet vetëm për interes. Po të them vetëm kaq, unë jam një grua 47 vjeçe. Kam lindur 3 fëmijë me atë njeri. E kam dash marrëzisht. Kam dalë kundra familjes time për atë. Kam bërë çam ka thënë ai. E kam njohur që 17 vjeçe, historinë time e di vetëm unë. Ma tregoj që ishit martuar kur ti ishe 17 ai 24. Lutem. E kam pranuar të gjitha ofendimet, sharjet, përbuzjet, kam bërë që ka thënë ai. Kam bërë iku ajo pjesë. Kam bërë 3 fëmijë. Në 3 fëmijë se kam pasur një burrin të koka e krevatit. I kam lindur e vetme. As ata as njerëzit e tij, vetëm mama ime, s'kam as motër, kam një vëlla të smur. Oh, vjen keq. 3 fëmijë, jo një. 3 fëmijë, jo një. I ka gjetur të madhin, të parin e ka gjetur 40 ditë. Të voglin e ka gjetur disa muajsh. Të tretën ma la në bark, ma gjeti 3 vjeç e gjysmë. Sa thoshin njerëzit me kë i bëre këtij fëmijët, si i bëre. Ka bërë 5 herë burg. Kam bërë 20 vjet martesë, në 20 vjet martesë i kam mbledhur 3 muaj këtu, 5 aty, 1 vit këtu, 5 vjet. I kam mbledhur unë si grua, sa kam i jetë kam kaluar me këtë burr. Kam 2 fëmijë të vegjël se kam njohur fare. Kam duruar ofendimet e njerëzve të tij duke më thënë që fëmijët janë të opiça. Nuk mundem më deta. I kam rritur fëmijët me 2 prindrit e mi që i kam sot 80 vjeç. Ai është një burr që kur i kam thënë prindrit e mi po rrisin fëmijët e tu, ka thënë detyrën po bëj. Unë nuk kam gëzuar një herë, nuk kam qeshur një herë, kam qenë vetëm e përbuzur. Nga një njeri që los vetëm kumar. Një njeri që kur i thua ke 3 fëmijë për të ushqyer, thot më mirë rri në burg se sa të vit punoj në Shqipëri. Një njeri që kur ka 3 fëmijë thot je po të han trana dhe fasule. Një njeri që nuk ka përgjegjësi për fëmijën e vet, një njeri nuk po pyes për pjesën e prindërve që i la ashtu, nuk më intereson ajo pjesë, po flas për pjesën time. Tani që unë i rrita fëmijët me prindrit e mi, me pensionin e prindërve, unë punova 5 vjet në Zvicër. A e ti çfarë më ka bërë mua ai që më denoncoi në Zvicër më futu në burg? Si, të ka denoncuar ty në Zvicër? Në Zvicër po. Po, ka dërguar njëri, unë kam qenë punonjër lokal, punoja me 3 mujore. Edhe nuk ja fal të fundit. Unë jam gdhirë në pirucat e Zvicës, me amë prama pse po punoja për të shkruar fëmijët. Por për çfarë të denoncoj? Sa i ma tregoi episodi që ti Atyre episodi është kështu. Kur kam ardhur ai nga burgu në Shqipëri, unë e ndava. I thash do vishte fëmijët, jo më tha nuk vitha i në shtëpi. E dashur Diana, për të treguar e sinqert, Floriani më tregoi një tjetër histori.
Po prandaj po të them unë. Floriani më Ai ka tregoi, treguar personin e tij. po, dhe unë po tregoj me Ai është sinqert. problematik. Po tregoj me sinqert Është me ty. problematik. Floriani më Është tregoi që problematik e dashur. Po, Floriani më tregoi që ka qenë në emigracion, që i vogël ka udhëtuar në vendet europiane, ka sakrifikuar për të sjellë të ardhura në familje. Keni bërë një apartament sipas tij në Tiranë, një makinë që keni pasur dhe jetonit me qira në qytetin e Fierit. Ai më tregoi dhe për burgun. Ai tha që rash në burg, pikërisht në Zvicër, dhe gjatë kohës që isha në burg, unë mësova tradhtinë e bashortes, më tregoi. Dhe ky ishte edhe shkaku i divorcit. jo, e kam lënë unë atë, pyet në gjykat. E kam hapur unë divorcin me la shumë. Pyet në gjykat, merr informacione dashur. Merr me dokumente, mos u vjen me fjalët e tij. E kam darë unë. E qartë, unë nuk po të telefonoj të bëj ty gjyqin, mos më keq kupto, të lutem, Jo, s'ka kush ma bën gjyqin mua. në mënyrë Nuk ka kush ma absolute. bën gjyqin mua. Po, Më kupton se unë kur jam një femër, 27 vjeçë, u bëra 5 vjet emigracion me një burr që më denoncoi, më futi në burg. Për mos të shqyr lek për fëmijë s'pagonte dhe unë s'më lajte as mua ti ushqeja. Kur unë i çova në Gjermani, kam thirrë në jetë, fëmijë të mrekullueshëm, fëmijë të edukuar, i kam çuar në shkollë private, me prindrit e mi. Dhe me jetë Veç të vish tu, të vish në qytetin e Fierit vetëm pyesësh për fëmijët e mi dhe për mua. Unë pas kam qenë e keqe vetëm për atë. Kur jam aq e keqe pse u kthye sot? Kështu që ai mesazhi i tij mua më vjen keq ose ke bërë këtë lloj jete, sinqerisht më vjen keq, por ai tregoi një tjetër version që tradhtia ishte ndarja, unë dola nga burgu dhe vendosa të divorcohesha. Nuk ka problem. Jo, as të pjesë nuk ka problem, nuk është ata porra di. Prapë kam trastuar, se unë kam 10 vjet, s'kam menjur vetëm. Si do vitë unaj? Përpos gjithçkaje, çfarë ka ndodhur në jetën tuaj, sipas jush divorci pse erdhi? Keni konsumuar 20 vite bashkë martesë dhe sinqerisht më vjen keq që keni përfunduar në divorc dhe jeni bërë prindër të 3 fëmijëve. Jo, nuk është fatkeqësi. Fatkeqësi për mua do ishte të rria akoma me atë njeri dhe të shkatroja dhe fëmijët kur pretendonte që dhe djalin ta fuste në rrugën të shiste drogë, djalin e madh. Kështu që për mua ka qenë fat se i rrita fëmijët në një qetësi, me një edukat, me një që i kam sot në Gjermani, dhe nuk i rrita mes sherrit dhe dhunës. Ai është dhe i dhunshëm dhe sherrxhi, edhe bizotxhi. Kështu që unë e quaj vetëm me fat që e hoqa. Ju keni qenë një gruaja e dhunuar prej tij? Psikologjikisht po, edhe fizikisht, por në momentin që ka përdorur dhunë fizike, ka ndofyr babai im dhe i ka dhënë ultimatum. Dhe i kam thënë që do të denoncoj. E dashur Diana, ai foli është vetë tërfisi një fjalë. Ai foli për një pasuri që të kishte dhënë të drejtën ty, prokurën për të shitur shtëpinë që ju kishit blerë në Tiranë dhe një makinë gjatë kohës që ishte në burg dhe ato para unë nuk i mora kurrë, thot Floriani. Shiko tani. Kur u shitur makina, Floriani bleu drogë në Gjermani, ka qenë një Benz, edhe ka ardhur filani ka firmosur, unë kam dëshmitar i marr sot edhe i sjell, që ai bleu drogën andeja në Zvicër. Shiti benzin, dhe më tha të ta shes, do të blej tjetër, më tha mua, vetëm shita, tha se do laj borxhet këteja. Keni të bëni me një njeri që ka bërë Peserburg për drogë. E qartë, ka qenë shpërndarës si lëndëve narkotike, është marrë me punë të jashtëligjshme. Po. Kështu që nuk më pëlqen shumë të flas më, se s'kam pse të jap shpjegime, se kam gjëra të tjera, kam përshkolloj fëmijët, kam vajzën akoma me provime, me shkollë, me të gjitha, kështu që ai mesazhi i tij nuk më intereson shumë dhe i kam thënë hap gjyq, bëj çfarë të duash, do ti marrësh ato që ça është bler, lëret mi faktoj të ashtu të vi kleta nga gjykata, po shkoj unë në gjykat. Pra ti je gatshme që të bëhet kjo ndarje pasurie dhe pasuria është ndaj, s'ka që të ndaj. Unë çfarë kishin për të ndarë në ndam në familë, nda pasuria, ai nuk ka paguar. Një baba që thot në sallë të gjyqit që lërë të rrisë kjo fëmijët nuk më intereson kur të rritën do vite unë. Të vejt i mari, kam mbi 18 vjetë që të tretë, të vejt i mari. Dhe këtë gjë ma tregoj që në kohën e divorcit unë vendosa që fëmijët të rrinin me nënën, por ai ka 10 vite që nuk flet me fëmijët. Të vejt i mari, ja ku i ka bërë në një përpjekje të vej vetë atje.
u ka bërë në një dhurata, i ka marrë në një pjalë të mira, apo është interesuar, apo ku të ju miri i fëmijë, të vejtë fëmija dhe të sjaroj muhabetet. Janë mbi 18 vjeç që të gjithë i madhi është 28, 22 tjetri, 19 tjetra. Të vej, ja ku i ka, unë jam Shqipëri, po rri këtu vetëm, fëmijët janë atje, ti marri, të flasi. Po si mund të pranoj fëmija kur ti thua fëmijës unë do bëj ashtë aty? S'më intereson, se hati gjakun tim, do bëj fëmijë të tjerë. Ne po i edukojmë fëmijët, po i ushqim, e kur vjen puna, ka rasin mërziten me ne. Por ai realisht nuk e ka vazhduar jetën, nuk ka sjellë një jetë fëmijë të tjerë. 3 fëmijë me ju ka. Po çfarë më duhet mua, unë shikoj fjalën dhe mesazhet që kam nisur. Plus unë e kam ndarë mendjen, unë e kam shtakuar pas 10 vjetësh ai çfarë do nga mua. Më thuaj çfarë do tani nga mua, do të kthehet tek unë. Po, me sa kuptova këtë kërkon. Jo. Jo. Nuk kam më kthim prapa. Nëse të dua veten time, nuk kam më kthim prapa. Dua veten time dhe fëmijët e mi. Por sipas e qartë, mesazhi është i qartë e dashur Diana, por sipas jush fëmijët pse e kanë harruar babain, është pak e rëndë kjo gjë. Është pak e rëndë se s'ka punuar ai me baban, me fëmijët, më fal. Atë ta gjej ai me fëmijët. Unë jam këtu, fëmijët janë në Gjermani. Ndërkohë, kush është ai fëmijë që ndjen ngrohtësinë e babait dhe nuk vete? Ta gjej me fëmijët. Më duket se kanë parë shumë vojtje të mia ata. Më duket se kanë parë shumë vojtje të mia dhe momenti parë që flasin me babai, babai isha maman. Djali i madh ka arritur një pikë që thot boll se nuk ndryshon ai. Unë dua të bëj muhabet, të di ç'a dëshirash ka babai im, më ka thënë një herë që dua ta njoh nga si baba, ai fillon shon ty. Mua nuk më intereson kjo pjesë. e qartë, problemet që ke pasur ti me Florianin janë të tua dhe fëmijët nuk kam pse përzihen. Të lutem. Në gjithë histori. Kjo të bësh me një kriminal. Kjo të bësh me një kriminal. E rënd kjo që po thuaj për babain e fëmijëve të tu. Kriminali i familjes. E qartë, në mënyrë figurative e the si fjalë, por e rënd për epiteti që vendose. E dashur Diana. Unë të femër e vetme. Kam rritur 3 fëmijë të edukuar. Edhe sot jam të rritur vetëm, jam beqare. Për ata fëmijë. E qartë, ju nuk e keni vazhduar jetën pas divorcit me Florianin. Jo, nuk doja, plus i vura qëllim vetes do rrisja fëmijët. Kisha vënë një qëllim vetes bashkë me prindrit, kërkova ndihmë atyre, më thanë na ke krah, edhe kam çuar fëmijët në Gjermani. Dhe më vjen mirë dhe paçin jetën e lumtur të 3 fëmijët në shtetin gjerman. Jam e lumtur, jam krenare për atë që kam bërë. Mund të jetë gjëja më e tretë që kam bërë, ndarjen dhe divorcin atë dhe fëmijët që kam çuar në Gjermani që i kam edukuar vetëm me ata 2 prindër. Unë qofse dua të shkel veten time, do kthehem me atë. Në qofse kam respekt për veten time, nuk kthehem me atë. Do të thotë që unë vetes time ja. Por çaj shqip fare, por çaj duam tani në këtë moshë atë. Fëmijët janë aty ku janë, po më thon hajde mami se ti ke ngelur aty, do vish dhe ti. Unë çaj dua atë tani. Ti themi gjërat shqip, por çfarë më duhet mua një njeri ku unë nuk gëzova një herë. Ju nuk ruani asnjë ndjenjë dashurie më për babain e fëmijëve. Absolutisht. Por përpos gjithë kësaj gjëje, besoj as urrëtie nuk e. Shiko, po të kesh urrëtie do hakmerresh, nuk jam hakmarr për asgjë. Urrëtia është diçka e keqe. Unë kam shpirtin shumë të qetë. Por kur ai u ka ftuar të pini një kafe dhe të flisni, pse se ke bërë? Nuk kam çfarë të flas, kjo nuk do të thotë se unë e urrej. Unë nuk kam çfarë të flas, jam e lodhur. Nuk kam çfarë të flas, ndërkohë që unë më vazhdoj mendoj për fëmijët, për duan akoma lekë dhe dua të investoj akoma te fëmijët e mi. Nuk kam çfarë të flas me atë njerëz, kam folur kaq kohë. Ai ka shumë gjëra që kërkon të marrë përgjigje nga ju dhe për sa i përket pronës në Ksamil, që sipas ti ai kërkon pjesën e vet në atë pronë. E kishte pjesën ai, u nda gjysmë për gjysmë. Ti japi dokumentat, thash, merri dokumenta. Ishte pjesa gjysmë për gjysmë. Po kur ti në 10 vjet pagon 100.000 lekë për fëmijët, normal unë do t'i kompensoj ato. Por gjithsesi një pronë që kushton miliona, besoj sa do të konvertohet në ato detyrime ushqimor, nuk mund t'i merret e gjithë prona. Po ju hyni këtyre muhabeteve me gjyqe e dashur. Ti hyn me gjyqe dhe pse duhet mua ashtu?
Unë nuk kam për detyrë të shpjegoj asnjë gjë. Ka avokat, ka gjyqe, të marrë dokumentat, janë të ratizuar për mbarimin. E qartë, të kuptoj, Diana, ti Ka e ndar. shtet, ka ligje. Unë nuk kam se të fjaroj tani një jetë të tërë nga A-ja deri te Z-ja. Jo, unë të kuptoj qartë, por fakti që keni konsumuar 20 vite martesë për hir të atyre viteve, Robi mund Nuk të kam konsumuar ato e dashur. Unë 5 vjet kam konsumuar me atë. Unë kam ndonjur vetëm. Unë mësova vetëm, nuk më bën më përshtypje ai, nuk kam se dua unë tani, nuk kam lidhje fare me atë, përveç se bëra 3 fëmijë. Edhe ata mi la mua dhe iku. Pra, sipas jush prona në Ksamil është ndarë. Po, prona në Ksamil është ndarë dhe tani ka kaluar e gjitha në emrin tim dhe të fëmijëve të mi. Po si është ndarë kështu? Është kompensuar komplet çfarë ai nuk dha, në gjithë këto vite u mblodhën, edhe kalojnë komplet në emrin tim. Pra, atë pronë e gëzoni ju totalisht. Me gjyqe, me zy përmbarimi, me shkresa, me dokumenta, me të gjitha. Lërë të hyj me gjyqe këtyre muhabeteve e dashur. E dashur Diana, ke një mesazh për t'ia përçuar Florianit? Të shikoj jetën e tij dhe mua të më lërë të qetë. Të shikoj jetën e tij dhe mua të më lërë të qetë, të vazhdoj jetën time me ata 3 fëmijë që më i la mua dhe i dola unë për Zot. Kaq. E kuptoj. Gjithë të mirat e kësaj jete të ketë. Mua të më lërë të qetë. Ja uroj të gjithë të mirat e kësaj jete. Mos harro se është martuar dhe 2 herë tjera dhe është ndarë 2 herë ai, gjatë kësaj kohe. Ligjërisht është martuar apo Ligjërisht. Se tregoi që ka pasur lidhje bashkëtesa të ndryshme pas ndarjes me është martuar ligjërisht ai. Por Diles me njëra nga gratë e tij kam unë kam pirë kafe. Oh. Tha shqyqe e ndava, po, jemi takuar rastisht, erdhi ka kërkuar ajo të pi kafe me mua. Si bëri ti 3 fëmijë me atë, më tha. Nuk deta flasim me një njeri që nuk ja vlen fare. E qartë. Nuk, kush është ajo grua që do të prishi familjen? Të kesh 3 fëmijë dhe do të prishësh familjen. Por, duke ditur që je kaq grua open mind, ke arritur të pranosh të pish kafe me gruan e dytë të ishit tënd. Do më lejoje që në këtë telefonat të fusja edhe Florianin për të folur të 3 bashk? Absolutisht jo, nuk kam pse të ketë më hynë, do hynë një i tret. Unë që se flas vetë me atë, por nuk kam unë që të flas me atë. Ndoshta atë mesazh që ti edhe për Florianin t'ja thoshe, ai kërkoj një ribashkim me ju, ti e ke prerë me jo, ndoshta këtë gjë t'ja thoshe dhe ai ta dëgjonte nga zëri juaj për ta mbyllur këtë histori dhe të vazhdoj jetën i lumtur siç ti. Historia është mbyllur 10 vjet, mos të themi 15 vjet më parë. Historia ime me ato u mbyll që kur mua më denoncoi ai, por unë nëse i luta hajde në shtëpi, mora dhe djalin, i kam thënë hajde në shtëpi për hir të fëmijëve, që ta dëgjonte vetë djali dhe ai nuk pranoi. Ai nuk pranoi me një ironi, ma ka thënë në sy. Unë që ku vajta në bëra ndarjen para 10 vjetësh, unë nuk kam më kthim prapa me atë njeri. Nuk kam, ai e ka marrë përgjigjen time. Ai e di shumë mirë sa kam bërë unë për atë, e si e kam mbajtur unë në para burgimet e Zvicrës, duke i nisur kafe, letra, cigare që në Shqipëria. Ngrihesha unë jetësoja. Ja, dhash, u lodha, thash stop, tim pun tënde, unë pun time. Kaq. Mora ato që doja, fëmijët e mi, i rrita, i edukova. Mbaroj, nuk kam më kthim prapa. E qartë, e kuptoj, se më duke sikur po të bëjti një të pyetje dhe sikur po insistoj që ktheu ti te Floriani. E qartë, e kuptoj mesazhin e dashur Diana. Je e qartë, e prerë, por 100%. Po vazhdoj këtë bisedë me ty vetëm për respekt. Por nuk kam pse të jap llogari asnjëriu për vendimet që ka marrë. E dëgjuam Diana Hoxhën dashurisht, 47 vjeçare, nënën e 3 fëmijëve, e cila në mënyrë kategorike nuk pranoi që të ishte në një përballje me ish partnerin dhe mesazhin që ai i dha që të riktheheshin pas 10 viteve divorc dhe mos të shkatërronin familjen, ajo i tha një jo me të madhe. Ndërkohë që është duke më pritur Florian Zenunaj, kështu që hap dritaren dhe ftoi 55 vjeçarin, jo vetëm për t'ia përcjellë të mesazh, por për të dëgjuar edhe një pjesë tjetër të historisë që ai nuk mundi dot ta tregonte kur ishte përpara disa ditëve këtu në live me Odetën. Florian, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt, vetëm përpara pak minutave,
unë pata një telefonat me ish bashkëshorten tuaj, nënën e 3 fëmijëve, me Diana Hoxhën. Po. Dhe në fakt mesazhi që i dhash ishte ai mesazhi i fundit që ti dhe për të që të rikthehet dhe të ribashkoheni me njëri tjetrin. Në fakt ajo ishte jo i irrituar, le të themi nuk ishte irrituar, por edhe u çudit pak nga ky mesazh. Përse duhet të rikthehem unë më me Florianin, tha. Unë kam folë dhe me avokatën e saj. Të thash që ja kam shprehur për edhe djalit para një viti e gjysmë 2 vjetësh. Vetëm për të fëmijëve, për këtë. Por gjithsesi ajo tregoi një tjetër version të jetës që kishit bërë bashk në 20 vite martesë. Për shembull, që në 20 vite martesë, unë 5 vite kam jetuar me Florianin. Floriani më shumë ka qenë në burg, tha, dhe jashtë Shqipërisë se sa me mua. I kam lindur e vetë me fëmijët dhe i kam rritur e vetë me sa ndonjëherë njerëzit më pyesnin me kë i ka bërë fëmijët, Diana kur Floriani është në burg. Unë thash, unë kam jetuar në emigrim, familja ka jetuar në Shqipëri. Po kjo nuk është e vërtet që, unë kam qenë në burg atë periudhë. Po që ajo kërkon justifikim nga që ka pojë, se ky ishte shkaku ndarjes. Ajo e ka ditur shumë mirë se unë nuk kam ikur kur në emigrim pa lejen e saj. Në fakt, Diana tha që divorcin e kërkova unë. Sepse atëherë, kur dola unë, ne ullëm që biseduam, herën e fundit jemi takuar, më tha unë do kërkoj divorcin. Thashu kërkoj, nuk ka problem. Unë nuk kam tërmen thashun të pagoj avokat për divorc. Sepse tha, unë kam folë me avokatin, thashun kërkoj, nuk është problem. Unë kam tërmen të le fëmijët, kupton? Pra, divorcin e ka kërkuar Diana, jo ju. Po pra, e vërtet që divorcin e ka kërkuar Diana. Sepse kur ishe me mua dhe folëm bashkë për historinë tënde, ti më tregove që divorcin e kërkova unë i pari dhe nuk ja fala tradhtin. Po, unë ja kam lënë te tha. Te po të shpjegoj. Kur më ka thirrur mua gjykatësia, se seanca e parë është gjithmonë për bashkim. Po, pajtimi i dy palëve. Pajtimi. Divorcin e ka kërkuar ajo nëpërmjet avokatit, atë shkresën që unë kërkoj kështu po. Në divorc kishte shkruar këtu. Unë vërtet po kërkoj divorcin me Florianin, po kërkoj që Floriani të kthehet në shtëpi. Më kupton? Po kjo s'ka logjik. Unë ta çoj se unë këto që po të them i kam me fakte. Unë ta çoj gjithë atë të divorcit. Vendimin e gjykatës. Ka marrë gjykata. Kur ka vajtur unë në seancë parë në zyrë gjykatës, se nuk dija motive për çka ka kërkuar divorcin. Më kupton? Po ti i kishe të qarta motivet. Tradhtia ishte ajo që po të çonte në divorc. Unë në vetë i kisha të qarta atë. Po të them motivet që kishte kërkuar ajo divorcin. Edhe mua më tha gjykatësia, ti Floriani ke marrë letrën për çka ka kërkuar, thashun jo. Nuk më ka dhënë njëri. Unë kam ardhur sot gjykatë vetëm se më keni kërkuar fjalë, filanore është gjyqi. Por motivet sipas motivet që unë do flas me ish gruan tënde, tha gjykatësia, merre këtë kopjen që ka kërkuar ajo për divorc dhe lexoje. Nuk kohën që pjesën në seancë të parë flas. Po, dhe kush ishin motivet e ndarjes që kërkonte Diana në atë kohë, prej jush? Atëherë Diana kërkonte që Floriani është i ikur ande këtej, do me thënë që po prapë thoshte për atë të fëmijëve unë kërkoj që burri të vinë në shtëpi. Por kjo bie ndesh, tani unë shkoj në gjykatë, kërkoj divorcin dhe burri të më kthehet në shtëpi, kjo s'ka kuptim, Florian. Pikërisht o deta, këto kishte kërkuar ajo. Edhe unë e lexova atë kur më dha gjykatësia kopjon. I thash, kur më mbarua punën atë dhe më kërkuan mua. I thash, o zonja gjykatëse, nuk po let Diana mua, po e let Diana. Më tha mua, si ka mundësi ti po e let, ti nuk e kërkuar divorc. Thashun se ja kam bërë qartë, unë s'kam se të marrë avokat.
të shpenzoj për divorcin. E qartë, por... E vërteta është thashtë që Dianën po e le unë, jo ajo mua. I dashur Florian, Diana e pranoi që deri vonë të ka thënë të kthehesh në shtëpi për hir të fëmijëve dhe ti ke refuzuar të kthehesh në shtëpi. Po, sepse nuk e akceptoja dot faktin që kishte tradhtuar. Por ajo vendosi të ta harronte dhe le të themi të vendoste një kryq në momentin që ti e denoncove në policinë zviceriane kur ajo punonte për bukën e fëmijëve. Dhe unë përfundova në Birut, tha Diana. Atëherë, unë ta tregova më parë, në kohën që sot u bë divorci, në bë gjykatë. Edhe unë ika për në Itali, Diana ka folur me motrën time që jeton në Itali dhe ka thënë unë do ta shkatroj Florianin, do vete ta akuzoj në Zvicër që ai do të më vrasi. Gjë që nuk ishte e vërtetë. Më kupton? Në momentin që unë të thash, e mora telefon, folëm gati 20 minuta, që e inqizova në disk telefonatën, më kupton? Po. Edhe kthehem unë në Shqipëri, sepse kisha frikë të hyja në Zvicër, se nuk doja përfundoja në burg për gënjeshtrat e saj. E kërkoja një vetë mbrojtje, fakte që kur unë nuk kam tentuar t'i bëj keq se duhet vete në burg, më kupton? Dhe ti çfarë bëre? E denoncove në polici këtu në Shqipëri, në Fier? Unë shkova te policia e Fierit, edhe shefi krimeve më tha, i tregova diskun, e dëgjoj, më tha unë e kaloj me prokuror, po prokuroria tha e fut në burg Dianën. Thashë unë nuk dua të vej ish gruaja në burg, në anë e fëmijëve. Unë kërkoj thjesht mbrojtje, mos të më shkatroj mua me gënjeshtra, pa fakte, më kupton? E kuptoj, por Diana më tregoi që ti e kishe bërë denoncimin në policinë zviceriane kur ajo punonte në të zezë. Një sekond, pra, Odeta, një sekond. Po të dëgjoj. Kur gjykata e Fierit më dha mua të drejtë që kjo me gënjeshtra do të më shkatroj mua, Diana atë periudhë ishte ikë në Zvicër, sepse policia e Fierit e pa në sistemin Teams dhe më ka thënë që ka dalë nga Shqipëria para 2 ditëve. Po, e qartë. Atëherë, në Zvicër unë kam pasur shumë miqe dhe shok. Po. Miqe që kanë qenë dhe miq tanë familjar zvicerian, shqiptar, do me thënë miq të familjes që kishin ardhur në shtëpinë tonë në Shqipëri, për pushime, për... E qartë. Në kohën që unë isha në burg, asnjëri nuk dinte që unë jam dalë me Dianën. Sepse e kisha mbajtur sekret, nuk doja që miqtë e mi, shoqëria ime, miqësia ime ta dinë, më kupton? Po. Në kohën që unë dalë nga burgu, Diana, në kohën që 6 muajt e fundit që tash unë që më vinte në takim, më lute. Gjithë shoqëria ime, miqësia ime e respektonin për atrin tim, pa e ditur që unë jam dalë. Më kupton? Të kuptoj qartë dhe po pres të dëgjoj çfarë ndodhi më pas. Edhe në kohën që unë tola, lajmëroj gjithë miqësinë dhe shoqërinë time në Zvicër, i them që Diana nuk është me gruaja ime. E qartë, ajo nuk ishte më gruaja juaj, por aman mos harro, ajo mbetet përjetësisht nëna e fëmijëve të tu. Dakord, pra, dakord, nuk e vëm dyshim atë. Unë gjithmonë e kam respektuar si nënë e fëmijëve. Po nuk mundet të vinte në shoqërinë miqësinë time në emrin tim. Sepse shoqëria miqësia ime e respektonin, edhe Diana e di shumë mirë. Ja kam dhënë unë okejn që miqësia ime afroj, kur isha në burg, se më lutej. Më thoshte pa dhënë ti okejn, miqësia jote nuk më qenë punë, nuk më ashtu. Por pse e denoncove në policinë zviceriane? Nuk e kam denoncuar në policinë zviceriane. Diana ka punuar te një miku im shqiptar në Zvicër. Po. Pa dokumenta. Siç bëjnë shumë gra kohët e fundi që shkojnë në Zvicër, punojnë 3 muaj dhe kthehen. Dakor. Nuk e vën në dyshim. Edhe tani kur unë lajmëroj miqësinë që Diana nuk është me gruaja ime, do me thënë që e hoqën nga puna. Po normali, sepse ati e rrezikojnë, ata e bëni për respektin tim. Do me thënë që ta ndihmojnë. Në kohën që unë i them, nuk është me gruaja ime, ai e hoqën nga puna. I dashur Florian,
Unë fola me Dianën për sa i përket shitjes së makinës të asaj shtëpie momentin që ti ke qenë i izoluar në burg në Zvicër dhe i kishe dhënë prokurën. Por ajo më deklaroi se urdhrin për të shitur makinën ja kishe dhënë ti sepse ato para të duheshin për të shlyer disa borxhe, le të themi për punët e jashtëligjshme që ke bërë në ato kohë në shtetin zvicerian. Jo, është gënjeshtër Odeta. Është shumë gënjeshtër. Atëherë, para se unë të largohesha për Zvicër në 2009, unë jam lidhur me një biznesmen të Pelenas këtu në Shqipëri. Më kupton? Po. Edhe doja të përfundoja hotelin që kisha nisur në Ksamil. Edhe ai biznesmeni, aty në Tiranë, shok pas shoku, më kishte kërkuar rreth 100.000 euro për ta mbaruar atë komplet. Po. Prandaj ne vum shtëpitë në Tiranë dhe makinën në shitje. Dhe ato para Diana i ka dorëzuar për investimin në jug, në Ksamil. Jo pra, do me thënë, më kupton. Në kohën që unë isha këtu në Shqipëri Odeta. Jam lidh me atë biznesmenin. Po, e qartë, për të ndërtuar biznesin në Ksamil. Për të vazhduar biznesin në Ksamil. Edhe ai biznesmeni më ka ofruar për shtëpinë edhe për makinën 60.000 euro. Që ti shisje. Po? Do t'i merrte ai kapital apo punë e tij. Për 60.000 euro mi ka vlerësuar si shtëpitë edhe makinën. Ai më kërkoi 95.000 euro për ta përfunduar punën komplet. Unë i thash, 60.000 po më vlerëson makinën dhe shtëpinë. Po. 35.000 euro nuk kam që t'i jap. Nuk kam, thash. Ai më tha mua, më jep 15.000 dhe 20.000 kur t'i kesh, po unë nuk isha, se nuk doja të leja fëmijët pa bukë. Edhe unë i bëra një ofertë. I thash që për 35.000 makinë dhe shtëpi, le ato 35.000 që të ngelen borxh, ta le 5 vjet me qira ndërtimin andej. Mbaroj dhe shfrytëzoj ti për 5 vite, për ato 35.000 euro. Po. Ai më tha mua, po më le ofertë shumë të mirë, po nuk kam njëri të besuar, tha që të ma menaxhoj biznesin. Më kupton? Po. Plus më duheshin edhe minimumi 20.000 euro që ta kompletoja me mobilje brenda ndërtimin. Se do bëheshin dhoma plazhi, duheshin krevata, televizora, këto. E kuptueshme. Por në fund ti re dakord me këtë biznesmen apo nuk ra dakord? Nuk ram dakord, prandaj unë u largova për në Zvicër. Edhe i lash prokurën Dianës, që ka të drejtë si shtëpinë dhe makinën, dhe u lidha në Tiranë me 4 pjesë agjenci. Për ta shitur shtëpinë dhe makinën. Në agjenci mobiliare. Dhe ju po tregoni që ato para Diana nuk i investoi në biznesin familjar, në Ksamil, por i ka harxuar. Jo, pastaj unë jam larguar për në Zvicër. Po. Edhe jam arrestuar në Zvicër, ajo e ka shitur shtëpinë, s'ka bërë punë e saj. Më kupton? E qartë. I dashur Florian. Unë nga ato lek shitje shtëpisë, edhe makinës nuk ka marrë 1 euro. 1 euro nuk ka marrë. I dashur Florian, Diana më foli dhe për biznesin në Ksamil. Ajo më tregoi që gjithë pasuria në Ksamil tashmë ka kaluar në emrin tim. E ti pse Odeta? Këtu është problemi. Dëgjoj tani. Do të dëgjoj, do të them dhe përgjigje që më dha Diana. Dëgjoj. Unë jam dalë në shkurt të 2015, jam divorcuar me gjykatë nga Diana. Po. Objekti në Ksamil ka qenë pa dokumenta, ka qenë ilegal, do me thënë. E qartë. Pas këlloj dokumenti. Thjesht ishte bërë aplikimi për ndërtim. Për letra. Certifikata e pronësisë është marrë 1 vit më vonë, në 2016. Po. Më kupton? Unë kam qenë i ikur, se gjithmonë. Edhe kjo e ka ditë që unë jam i ikur, edhe ka kërkuar gjysmën e pasurisë atij. Më kupton? 50%. Po unë nuk kam qenë në dieni fare. Kur kthemu nga emigrimi, marr vesh që më ka bërë gjyq. Më lër të shpjegoj që më tha dhe Diana, që pse gjitha ajo pasuri nuk ishte ndarë dhe ti nuk ishe marrë pjesën tënde.
Në fakt, pas divorcit, ajo ka bërë dhe ndarjen e pasurisë, ka bërë një tjetër gjyq, dhe kjo është normale i dashur Florian. Çdo çift që ndahet, nëse ka një pasuri, i drejtohet sërish gjykatës për të bërë ndarjen e pasurisë. Dhe ajo është drejtuar gjykatës për të bërë ndarjen e pasurisë. Dhe pasuria ishte ndar. Pjesa jote dhe pjesa e saj dhe e të fëmijëve. Por Diana kishte kërkuar gjykatës që gjithë detyrimin ushqimor që ti nuk ishe paguar ndër vite për 3 fëmijët e tu, të konvertohej kjo pasuri që ti kishe, dhe automatikisht ty gjykata ta ka marrë pasurinë në Ksamil dhe ja ka dhënë Dianës dhe fëmijëve duke konvertuar gjithë parat që ti s'ke paguar ndër vite për fëmijët. Dhe sot ajo pasuri është në emrin e Diana Hoxhës e ish partneres tënde. Jo, dëgjoj ta. Këtu çalon muhabeti. Logjikisht Florian, kjo që tha Diana qëndron, sepse një baba që nuk pagon detyrimin ushqimor të një fëmije, nëna i drejtohet zyrës përmbarimore dhe zyra përmbarimore bllokon pasurinë e babait për fëmijët, dhe në këtë rast ka logjik kjo. Ajo ka kërkuar që gjithë ato vite që ti s'ke paguar për fëmijët, pasurinë që ke ta konvertoj dhe ta marri ajo, dhe ju shlyheni me detyrimet. Okej. Dakor, ja. Nuk jam kundërshtim. Po. Unë di që ligji në Shqipëri është babai ka detyrime për fëmijën deri moshën 18 vjeç. Po, deri në moshën 18 vjeç. Atëherë, edhe unë jam i fort matematik. Në qoftë se do, e bëm bashkë një matematik të thjeshtë. Jo, ke të drejtë, do dalë dhe te kjo pjesë. Ato para a vlen sa një pronë me miliona në Ksamil. Më lë një sekond, motra, se po të flas shumë. Atëherë, në kohën që jam ndaruar, djali im i madh ka qenë 17 vjeç, ka dhe një vit që u kam detyrime. E qartë. Një vit i thot 12 muaj, për 70.000 lekë, 840.000 lekë. Po, e qartë, e kuptoj. Plus minus, nuk po se ato pishta. Djali dytë ka qenë 11 vjeç, kam detyrime 7 vjet. 7 vjet, për 12 muaj bie 84 muaj, për 70.000 lekë, po themi 7 milion lekë. Më kupton? Të kuptoj qartë. Totali, se unë i kam bërë shumë mirë llogari këto, se nuk jam ku ta dhanë matematikë. Jo, nuk ka lidhje kjo gjë. Të 3 fëmijët, në total, për nga mosha që jam ndaruar 2015 deri kur fëmijët mbushin 18 vjet, unë kam detyrimin rreth 16 milion lekë të vjetra. Plus minus. Për të 3 fëmijët. E qartë, për 3 fëmijët. Dhe ajo pjesë pasurie që ti gëzoje në Ksamil ka vlerë më të madhe se 16 milion lekë. Ajo pjesë pasurie ka vlerë 3-400.000 euro për momentin. Më kupton? Në këto 16 milion lekë të vjetra, gati 10 milion të vjetra unë ja ka paguar Dianës për pensionin ushqimor. Më kupton? I ke dhënë para? Po, gati 10 milion unë ja paguar, i kam e bank me tera. Pra ti ngelesh vetëm 6 milion lekë të vjetra, le të themi, të vjetra, që ajo i ka konvertuar në atë pjesë pasurie duke hedhur në emrin e saj dhe të fëmijëve. Po. Tani, shtëpia dhe makina që më ka shit Tiranë, mua më takojnë rreth 30.000 euro. Qa e duhet ta faktoj që ty s'ka dhënë asgjë? Që mua nuk më ka dhënë asgjë. Për këtë arsye unë kam takuar përmbaruesin privat në Saranë. 2-3 herë kam takuar. I kam thënë, unë nuk e di çfarë ka thënë ty Diana, por mua më detyrohet, më ka borxhe. Edhe unë i kam thënë, me Dianën fillim, kur jemi takuar për herë fundit, i kam thënë, nuk tua lek nga këto, që më takojnë nga shtëpia nga makina, por mos ma ve litari në fyt për pensionin ushqimor, lek ti ke, edhe mba fëmijët. Unë po të ke mundësi më shumë, unë do t'i japë. Ti e di që unë për fëmijët bëm copa. Këtu qalon mua beti o teta. E qartë. Që Diana, për rreth 60.000 euro, që ka shitur shtëpi dhe makinë, për mos thënë më shumë, po themi 60. E kuptoj. 50% janë të mia, gati 30.000 euro.
Kur unë detyrimin total e kam 16 milion lekë të vjetra. Tu qalon mua beti. Pra, vetëm me gjykat mund të zgjidhet e gjithë kjo çështje dhe ky ngërç kaq i madh që është mes teje dhe ish bashortes tënde Diana Hoxha. Por unë e pyeta edhe për fëmijët, që si ka mundësi që 3 fëmijë të rritur në moshë madhore të shkolluar në Gjermani nuk pranojnë, refuzojnë të flasin me babain. Ajo tha fëmijët janë mbi 18 vjeç, vendosin vetë, babai e di se ku jetojnë fëmijët, le të shkoj t'i takoj. Por djali i madh ishte shprehur. Ja, ma dëgjoj dhe këtë fjali. Djali i madh ishte shprehur i dashur Florian që sa herë telefonoi babin dhe dua ta pyes për dëshirat e tij, të flas me babin, ai gjithmonë shan nënën time dhe kjo është arsyeja që unë nuk e marr më në telefon babin. Jo, Odeta, jo, motra. Dëgjoj. Gjua kocka s'ka, po kocka bluan si thon shprehja. Po. Para 3 vitesh, të unë kam pas kontakt me djalë. Unë kam jetuar në Belgjik, në Liezh. Po, ma tregove. Në kufrim të Gjermanin, në Hollandë. Ma tregove. Djali i madh ka jetuar në Dortmund, rreth 120 kilometra ishim garë. Me qenë se unë, do me thënë, kam qenë si pa dokumenta në Evropë, i thoshja, ke qenë babi, mere të fejuarën, se bashketon në një kocë në Tirana. E qartë. Të gjitha shpenzimet e babit, ata një trek, një tarë, të njipemi me atë kocën, të flasim, ande këtej. Atë periudhë djali më ka kërkuar 5.000 euro por, po nuk isha. Më kupton? Po. Më ka thënë, o babi, bera aksident në makinë, tash unë jam mirë paktën, ishte thjesht aksident i vogël. Më duhen 5.000 euro, se duar të një makinë të 15.000 euro, më kupton? E qartë. Tash unë e qenë babi, ti punon për 1.700 euro në muaj. Nuk ka lezet që ti sot të plesh makinë me lekë borç 15.000 euro. Bli një makinë 3-4.000 euro për të vajtë në punë për të kthyer, se babi nuk ka mundësi. Se të ke mundësi me gjithë shpirti e pja 5 e 10 sa të kemë. Por nuk ka mundësi. Dhe ti mendon se kjo është arsyeja që ai nuk të flet më. Djali ka marrë borç të niprit e mi, Odeta. Të fëmijët e motrës time i kam thënë unë, kërkojnë një për vetëm mi, që flasë edhe papi edhe rregullohemi, më kupton? Edhe Diana, vitin që kaloi, jo më lartë, 10 në Bear, me nipin tim që i dha borç, djali tim ka ngrënë trekën në dhërmi. Më kupton? Mirë, ajo mund të ruaj respekt për njerëzit e... Dakor, nuk po të them, po të them, që Diana të djali madh, unë kam inate me djalin, të jem realist. Se djali është 28 vjeç, është burr sot. Nesër pritet bëhet baba. I kam thënë, ke qenë babi, ai flasin si burra, se je i rritur, nuk je me adoleshent. Më kupton? Pra, janë gjëra. Djali i madh tipo me pak fjalë po më tregon se ka dashur interesin dhe kjo është arsyeja që nuk do të kontaktoj më me jo. Odeta, djali mua ma ka shprehur, o ba, na i lene atë pjesën që kemë sa mirë. Më kupton? Edhe unë i kam thënë thjesht është mëse logjike. I kam thënë keqen babi. Unë ja u lë me gjithë shpirt se për ju kam rrezikuar, kam punuar. Po ti do ndihesh krenar sikur ti jesh me biznes në djersën time, edhe babi të flej po shturës ti si do ndihesh krenar. Që unë s'kam një shtëpi ku të fus kokën. I dashur Florian, Diana, edhe pse nuk e njoh, më duk shumë open mind. Foli hapur me sa arrita unë të kuptoja, sa ajo kishte pirë kafe dhe me ishnusen tënde të dytë. Ma tregoj dhe këtë bisedë. Dëgjoj, dëgjoj. Ti nuk e njeh Dianën. Okej. Nuk e njoh. As ju Florian nuk u njoh për së vërtetës. Dëgjoj. Unë jo pa me një këtu në Fier, para ca viteve. Po patjetër se ti ishnusen time të dy si i thonë. E di që janë bërë shoqe se kanë të njëjtën avokate. Po me këte ishnusen e dytë ngati 8 muaj kam jetuar. Më kupton? Por pse ato janë bërë të dyja shoqe kundra jush? Dëgjoj, për te ishnusen e dytë.
Unë kam video prova se ajo ka gënjur në gjykat, po nuk u mora shumë sepse nuk isha të ndaj as pasuria as keme atë. Ishte thjesht që ajo e mendoi ashtu edhe u largua. Më kupton? Po. Nuk doja ty ja më thellë në gjykat të Fierit për ndarjen, se thash momenti që s'kam interes, për s'kemi qe për të ndarë, ajo ka jetën e saj ultime. Po unë kam video qera tërse dhe ajo ka gënjur, e di që jam bërë shoqe, se ka pas të njëjtën avokate. Unë nuk e di çka kanë diskutuar, se nuk më ka interesuar. E në fakt nuk po t'i them çfarë kanë diskutuar, se nuk më intereson. E kupton çfarë mund të kenë diskutuar dy ish-gra. Ajo e dyta ishte thjesht vetëm për mirëmëngjes o interes, sonte lekun tim, jo mua. Po unë e kuptova me vonesë. I dashur Florian, unë sinqerisht të uroj mos të ndodhi ajo që i the djalit mos të fle poshturës. Uroj ta marrësh atë pasurinë nëse të takon. Por ajo ka një vendim gjykate tashmë që e gëzon atë pasuri dhe ti duhet të gjesh një avokate të mirë, ti drejtohesh gjykatës për t'i vërtetuar të gjitha pagesat që ke bërë ndaj fëmijëve, sepse ajo pretendon që pagesat që ti s'ke bërë ndër vite, ajo pasuri është konvertuar në ato pagesa dhe atë pasuri e gëzon ajo. Duhet ja vërtetosh gjykatës për të marrë pjesën tënde në ksamil. Është një betejë që duhet ta nisësh dhe mos u dorëzo, nëse një gjë të takon ty është e jotja. Nuk ka pse ta gëzoj ish-gruaja. Unë ta thash që kam pasur shumë avokat për të çështje më kanë gënjur. Unë partije të premten isha në prokurorit Tiranës të denoncoja djalin me përmbaruesin. Sepse ta thash, detyrimi im për pensionin ushqimor, kur të 3 fëmijët janë bërë majore në 16 milion lekë të vjetra, gati 10 milionin i kam paguar. Nuk mund të më marri mua Diana pasuri 200.000 euro për 6 milion lekë të vjetra. Je i qartë, Florian. Nuk e le pasdore këtë çështje. E qartë, e kuptova gjithë problematikën dhe je shumë i qartë. Nëse djali juaj në Gjermani donte të reagonte dhe donte të ishte përballë jush, jeni gatshëm ju të përballeni me djalin, pasi Diana refuzoi në mënyrë kategorike që të përballej me ju. E di pse refuzon Diana o teta? E di pse refuzon? Sepse Diana e di që po gënjesh kokë kem. Unë ja kam thënë avokatet saj, para 5 ditëve. Kam folur me avokatin e saj. Po deshe ta çoj bisedën që i kam shkruar Dianës, i kam thënë dua të kontaktoj të bëjmë një marrëveshje, më ka thënë drejto vetëm avokates time. Dhe më ka dhënë numrin. Unë ka folur me avokatin. E di pse Diana nuk dëshiron me mua pa përballë. Sepse e di që është me gënjeshtra, dhe te mua nuk i kalon. Sepse unë e di, ti si të kush ka ne, e di jetën e ti nga aja të zhëja. Edhe unë e di me periudha, me data, me muaj, me tera. Florian, por nëse djali do kërkonte një përballje me ju, je i gatshëm të përballesh me djalin? Unë deta përballë me djalin, me papan e djalës, me të gjithë, sepse unë jam shumë i drejtë. Edhe kam, do me them, jam aq i sigurt, kam dhe prova dhe gjëra Diana më njeh shumë mirë. Unë kam kompjuter, nuk më shton dot mua Diana. Më kupton? Që kam diskutuar dhe me Ortera, me avokatin e saj, i kam thënë, të përballet me mua, ty mund të gënjesh të doj, më kupton? Se për shembull, Diana ishte shprehur te avokati i saj, që shtëpinë e Tiranës e kam bler unë kishte. Thashë nuk është e vërtetë se lek kam punuar unë. Por edhe nëse ta ketë bler Diana, është bler brenda martesës dhe ndahet. O deta dëgjoj motra. Diana nuk ka punuar një ditë në jetën e saj për 20 vjet sa ka qenë martuar me mua. Më kupton? Nuk ka punuar një ditë. Mirë, i dashur Florian. Si mund ta blinte Diana? I dashur Florian, ne do mbetemi bashkë në kontakt. Unë numrin tuaj e kam, ju e keni numrin tim. Uroj më të mirat për ty, uroj që djali të kontaktoj, është shumë e rëndësishme që ti të rilidhësh kontaktet me fëmijët, është gjëja më e rëndësishme besoj për ty dhe të gjeni një gjuhë të përbashkët për pjesën e pasurisë në ksamil, por jam e sigurt që gjykata do jetë ajo që do vendosi drejt. Kështu që të përshëndes dhe mbetemi në kontakt. Mirë. Faleminderit, Odeta, këtu jemi, mirupafshim. Mirupafshim.
Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live dhe dëgjuam edhe Florian Zenunaj, i cili tregoi gjithë historinë dhe problematikën që ai ka sot me ish bashorten për ndarjen e pasurisë, pasi kjo e fundit ja ka marrë pasurinë të gjithë dhe ka hedhur në emrin e saj, pasi ky baba ndër vite nuk ka paguar detyrimin ushqimor dhe ajo atë pasuri e ka konvertuar pikërisht në ato pagesa, por Floriani nuk është dakord, pasi bëhet fjalë për një shumë modeste në 6 milion lekë të vjetra që ai ka mbetur borxh bashortes, ndërkohë që prona në Ksamil që ata kanë vlen në shumë milion. Uroj që të ketë një zgjidhje, por besoj që do të jetë gjykata ajo që do vendosi dhe do të japi drejtësi për sa i përket këtij konflikti. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet ky numër poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori njerëzore, histori reale, histori shqiptare. Mirë, faleminderit dhe ritakohemi nesër live.